Si pjesë integrale e procesit të transparencës son, ky prezantimi shërben si dialogut institucional me Kuvendin e Shqipërisë, ashtu edhe forcimit të publikut në institucionin e Bankës së Shqipërisë. Në vijim lejoni të informoj se aktiviteti Bankës së Shqipërisë gjatë vitit të shkuar është orientuar në 3 shtylla kryesore. Së pari, ne jemi kujdesur për forcimin e stabilitetit monetar dhe financiar të vendit, si një parakusht i rëndësishëm për rritjen e qëndrueshme dhe afatgjatë dhe përmirësimin e mirëqenies shoqërore. Së dyti, kemi përmbushur të gjitha angazhimet institucionale, duke synuar të jemi jo vetëm një promotor zhvillimi i industrisë financiare, por edhe një partner i besueshëm i publikut shqiptar. Së treti, dhe po aq e rëndësishme, i kemi kushtuar vëmendje respektimit të gjithë rekomandimeve të lëna nga Kuvendi i Shqipërisë për vitin 2023. Nderuar zonjë e zotëri deputet, viti që lan pas ishte një vit progresi për ekonominë shqiptare. Pavarësisht një mjedisit të huaj të vështirë, vëllimi i aktivitetit ekonomik në vend vijoi të rritet, duke gjeneruar rritje të ardhurash për bizneset dhe rritje të mirëqenies për familjet në formën e zgjerimit të pulsimit dhe të rritjes së pagave. Paralelisht me to, inflacioni të çmimeve të konsumit shënoi rënje të vazhdueshme, duke ndihmuar në ruajtjen e vlerës së të ardhurave dhe kursimeve të familjeve shqiptare, si dhe duke mbështetur funksionimin normal të tregjeve financiare. Në të njëjtën kohë, ekuilibrat e brendshëm e të jashtëm të ekonomisë erdhën në përmirësim. Në veçanti, deficiti buxhetor dhe ai llogarisë korrente u reduktuan, çka solli rritjen e qëndrueshme të borxhit të brendshëm dhe të huaj të vendit. Së fundi dhe po aq e rëndësishme, stabiliteti financiar i ekonomisë u forcua më tej. Treguesit e likuiditetit, kapitalit dhe të përfitueshmërisë të sektorit bankar u përmirësuan, ndërsa raporti i kredive me probleme zbriti në nivelin më të ulët të regjistruar prej më shumë se një dekade. Në një perspektivë më të gjatë kohore, ekonomia shqiptare ka shfaqur një shkallë të admirueshme rezistence e fleksibiliteti përballë sfidave madhore që kaloi vendi vitet e shkuara. Ky fakt gjeti pasqyrim në përmirësimin e renditjes së rrezikut të borxhit publik të vendit nga agjencitë e huaja të vlerësimit, konkretisht Standard & Poor's, tashmë në nivelin BB- në nivel më të lartë nga ai që ishte më parë, si dhe në rritjen e interesit të operatorëve të huaj për të investuar në Shqipëri. Momenti pozitiv i zhvillimit të vendit pasqyron në një masë të madhe edhe politikën tonë të kujdesshme monetare, masat tona mbikëqyrëse, rregullatore e makroprudenciale, si dhe punën e vazhdueshme që kemi bërë për zhvillimin dhe modernizimin e sistemeve të pagesave. Më konkretisht, normalizimi i kujdesshëm i qëndrimit politikës monetare mundësoi fillimisht kontrollin dhe më tej reduktimin e vazhdueshëm të inflacionit, pa cënuar në të njëjtën kohë trendin pozitiv të rritjes ekonomike dhe stabilitetin financiar të vendit. Gjithashtu, masat tona rigoroze, mikro dhe makroprudenciale, forcuan qëndrueshmërinë e sistemit bankar, ndërsa parafrimi i vazhdueshëm i rregulloreve tona me standardet e Bashkimit Evropian ka sjellë një konvergjencë të konsiderueshme rregullatore, duke respektuar primet e rrezikut financiar në vend. Së fundi, zhvillimi i vazhdueshëm i infrastrukturës dhe i bazës rregullatore të sistemeve të pagesave ka rritur shkallën e pjesëmarrjes financiare, si dhe ka ndihmuar në rritjen e eficiencës dhe të formalizimit të sektorit privat. Në gjykimin ton, to trende pozitive zhvillimi do të vijojnë edhe në të ardhmen. Në skenarin bazë, ne presim një rritje të mëtejshme të ekonomisë shqiptare gjatë viteve të ardhshme, të mbështetur nga rritja e konsumit, e investimeve dhe eksportit shërbimeve, si dhe të shoqëruar me rritje të mëtejshme të punësimit dhe të pagave. Po ashtu ne presim që inflacioni të qëndrojë pranë objektivit ton prej 3%, nivel ky i cili mbron fuqinë blerëse të familjeve shqiptare dhe ndihmon shëndetin e përgjithshëm financiar të ekonomisë. Megjithatë, sfidat që kemi përpara nuk janë të pakta. Ambienti i huaj vijon të karakterizohet nga pasiguri të shumta, tensione gjeopolitike dhe fragmentarizim ekonomik e tregtar në rritje. Gjithashtu, efektet e plakjes së popullsisë dhe kufizimet e fuqisë punëtore po bëhen faktor gjithnjë më të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik në vend dhe në botë, ndërkohë që inovacioni teknologjik dhe ndryshimet klimatike janë kthyer në sfidat e ditës. Lundrimi me sukses në një mjedis të tillë kërkon politika ekonomike, të cilat sigurojnë stabilitet ekonomik dhe financiar dhe krijojnë një ekonomi më inovatore, eficiente, rezistente e gjithëpërfshirëse.
Në këtë kontekst dëshiroj të theksoj se puna Bankës së Shqipërisë në të ardhmen do të vijojë të fokusohet në fushat e mëposhtme. Së pari në garantimin e stabilitetit të çmimeve dhe fuqizimin e shëndetit financiar të ekonomisë, si kontributi më i mirë që një bankë qendrore mund t'japë për rritjen e qëndrueshme, afatgjatë dhe gjithëpërfshirëse të vendit. Së dyti në rritjen e progresit financiar, si një instrument i rëndësishëm për rritjen e eficiencës ekonomisë shqiptare nëpërmjet investimit vazhdueshëm për zhvillimin e tregjeve financiare, të sistemeve të pagesave, si dhe të inovacionit dhe digitalizimit të shërbimeve financiare. Së treti në rritjen e edukimit dhe përfshirjes financiare, si parakusht i zgjerimit të aksesit në shërbime financiare e shërbime pagesash dhe një përqasje të kujdesshme ndaj administrimit të financave personale. Së katërti, në rritjen e vëmendjes ndaj financave të gjelbra dhe rritjes së ndërgjegjësimit publik ndaj ndryshimeve klimatike si një domosdoshmëri për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit. Së fundi, gjej me vend theksoj se politikat tona duhet bashkërendohen me politikat kujdesshme fiskale dhe të mbështeten me reforma strukturore. Në veçanti, prioritetet e reformave strukturore duhet të përfshinë krijimin e një ambienti sa më stimulues për nxitjen e investimeve të brendshme dhe të huaja, si dhe investimet në kapitalin njerëzor dhe në infrastrukturë. Gjithashtu këto reforma strukturore duhet synojnë zgjerimin e bazës sektoriale të rritjes ekonomike dhe rritjen e qëndrueshme të saj. Nderuar zonja e zotëri deputet, më lejoni të ndalem më konkretisht në drejtimet më kryesore të punës tonë gjatë vitit kaluar, duke evidentuar masat e marra dhe rezultatet e arritura. Ekonomia, inflacioni dhe politika monetare e Bankës së Shqipërisë. Viti 2023 u karakterizua nga një rritje solide e aktivitetit ekonomik, e punësimit dhe e pagave, si dhe nga përmirësimi i treguesve kryesor stabilitet ekonomik e financiar të vendit. Sipas të dhënave të Instatit, vëllimi i aktivitetit ekonomik në vend u rrit me 3.4% vitin e shkuar, duke regjistruar një përmirësim gradual të ritmeve të rritjes gjatë 3 mujorëve. Paralelisht me të, punësimi u rrit me 2.2%, ndërsa norma e papunësisë zbriti në minimumin e ri historik prej 10.7% në fund të vitit. Në këndvështrimin e kërkesës, rritja ekonomike u mbështet nga zgjerimi i konsumit familjar, investimeve private si dhe eksportit të shërbimeve të turizmit. Nga ana tjetër, politika fiskale ruajti një kah konsolidues, ndërsa eksporti i mallrave erdhi në rënje. Zgjerimi i kërkesës për mallra e shërbime pasqyroi bilancet e shëndosha financiare të sektorit privat, përmirësimin gradual të besimit të bizneseve dhe familjeve, mjedisin e qëndrueshëm financiar, zgjerimin e kredisë bankare, si dhe inflacionin në rënje, rritjen e shpejtë të ardhurave nga turizmi. Në këndvështrimin sektorial, rritja ekonomike u pasqyrua në zgjerimin e aktivitetit në sektorin e shërbimeve dhe të ndërtimit. Ndërkohë që vëllimi i aktivitetit në sektorin e industrisë dhe të bujqësisë shënoi rënje. Rritja e kërkesës për mallra e shërbime solli rritjen e kërkesës për punë nga ana e bizneseve, ndërkohë që mungesat e fuqisë punëtore u bën gjithnjë më të dukshme. Këta faktorë sollën rritjen e shpejtë dhe me bazë të gjerë të pagave në sektorin privat, të cilat shënuan një rritje mesatare prej pothuaj 13%. Rritja e pagave me norma më të larta se inflacioni mbështeti zgjerimin e të ardhurave dhe konsumin e familjeve. Nga ana tjetër, ajo solli rritjen e shpejtë konsum të kostove të prodhimit, duke ushtruar presion në çmimet finale. Viti 2023 shënoi përmirësime edhe në ekuilibrat e brendshëm dhe të jashtëm të ekonomisë. Ndërta veçoi përmirësimin e pozicionit huaj të vendit, të pasqyruar në një rritje të paprecedent prej 5 pikësh përqindje të deficitit llogarisë korrente të vendit. Ky deficit zbriti në nivelin 0.9% të PBB-s gjatë vitit 2023, duke shënuar një minimum historik të periudhës post-tranzicion. Po ashtu, borxhi i huaj i vendit zbriti poshtë nivelit 50% të PBB-s, ndërsa investimet e huaja direkte regjistruan një rekord historik prej 1.5 miliard eurosh. Kjo ecuri u diktua nga ecuria e mirë e eksporteve shqiptare, të cilat u rritën me 1.7 miliard euro gjatë vitit shkuar, si dhe atraktiviteti i dyfisht i Shqipërisë si destinacion turistik dhe destinacion investimi. Paralelisht me to, niveli rezervave valutore të Bankës së Shqipërisë regjistroi një rekord historik prej 5.8 miliard eurosh, duke rritur ndjeshëm aftësinë paguese të vendit. Përmirësimi i pozicionit ciklik për pozicionit fiskal të vendit, të pasqyruar në reduktimin e deficitit buxhetor dhe të borxhit publik,
të cilët zbritën në nivelet minimale të më shumë se një dekade, respektivisht në 1.4 dhe 59.2% të PBB-s. Reduktimi i borxhit publik rrit hapësirat fiskale për reagim ndaj goditjeve potenciale në të ardhmen dhe ul primet e rrezikut dhe kostot e financimit të gjithë operatorëve të ekonomisë. Qëndrueshmërinë e sektorit bankar të pasqyruar në përmirësimin e treguesve të kapitalizimit, të përfitueshmërisë si dhe të cilësisë së portofolit të kredive, me treguesin e kredive me probleme në nivelin e 4.8%. Këto trende pozitive i mundsojnë sektorit bankar të furnizojë ekonominë me eficiencë dhe në vazhdimsi me fonde financiare dhe instrumente pagesash e kursimesh. Paralelisht me këto zhvillime, inflacioni shënoi një rënje graduale por të vazhdueshme gjatë vitit 2023. Ai zbriti në nivelin e 7.4% në fillim të vitit të 2023, në nivelin e 4% në fund të këtij viti dhe në nivelin 2.7% në tremujorin e parë të vitit 2024. Kjo ecuri u ndikua nga rënja e inflacionit në tregjet e huaja, nga mbiçmimi i kursit të këmbimit dhe nga normalizimi i qëndrimit të politikës sonë monetare. Rënja e inflacionit u përqendrua fillimisht tek çmimet e ushqimeve dhe të naftës, por ajo u zgjerua më tej edhe tek komponentët e tjerë të shportës. Megjithatë, kjo rënje nuk është e njëtrajshme. Ajo është shfaqur më e shpejt tek artikujt e madrave, e në veçanti ata ushqimor dhe më ngadalt tek artikujt e shërbimeve. Inercia më e lartë e inflacionit të këtyre artikujve diktohet nga gjendja pozitive ciklike e ekonomisë shqiptare, e cila karakterizohet nga një kërkesë e qëndrueshme për mallra e shërbime dhe nga rritja relativisht e shpejtë e pagave dhe e kostove të prodhimit. Niveli i inflacionit mbi objektiv, si dhe gjendja pozitive ciklike e ekonomisë, diktuan ruajtjen e kahut normalizues të politikës monetare edhe gjatë vitit 2023. Ky normalizim u krye përmes rritjes së mëtejshme të normës së bazë të interesit, komunikimit kujdesshëm e transparent të kahut të ardhshëm të politikës monetare dhe u operacionalizua nëpërmjet plotësimit të gjithë nevojave të sektorit bankar me likuiditet. Normalizimi i qëndrimit politikës monetare gjatë vitit 2023 pati disa tipare të cilat mendoj se janë të rëndësishme të evidentohen. Së pari, ritmi i normalizimit ishte më i ngadalt se ai i vitit paraardhës. Ndërkohë që gjatë vitit 2022 ne kryem 5 rritje të normës së interesit për një efekt kumulativ prej 2.25 pikësh përqindje, gjatë vitit 2023 ne kryem vetëm 2 rritje të normës bazë interesit me një efekt kumulativ prej 0.5 pikësh përqindje. Ky ngadalësim pasqyroi forcimin e kursit të këmbimit dhe kahun konsolidues të politikës fiskale. Mbiçmimi i shpejtë i lekut ndihmoi në zbutjen e presioneve të huaja inflacioniste, ndërsa konsolidimi fiskal ndihmoi në frenimin e presioneve të brendshme inflacioniste. Në veçanti, forcimi i lekut ka qenë dhe vijon të jetë një nga zhvillimet më të diskutuara ekonomike gjatë kësaj periudhe. Rëndësia e këtij treguesi për zhvillimet ekonomike në vend ka sjellë atë në fokus të analizave tona. Këto analiza kanë synuar të identifikojnë arsyet, pasojat dhe implikimet e tij për stabilitetin monetar dhe financiar të vendit. Në mënyrë të përmbledhur, ato kanë konkluduar se trendi forcues i kursit të këmbimit ka ardhur si pasojë e përmirësimit strukturor të bilancit të shkëmbimeve tregtare dhe financiare të Shqipërisë me botën, të pasqyruara në rritjen e eksporteve, kryesisht atyre të turizmit, të remitancave, të investimeve të huaja direkte. Në këto rrethana, forcimi i lekut pati një ndikim tërësor pozitiv në ekonomi. Ai kontriboi në kontrollin e inflacionit, duke rritur fuqinë blerëse të familjeve shqiptare dhe mundësoi një normalizim më gradual të qëndrimit politikës sonë monetare gjatë 2023-shit, duke mbajtur të ulta kostot e financimit të bizneseve. Rrjedhimisht, Shqipëria pati njëkohësisht një nga normat më të larta të rritjes ekonomike, normën më të ulët të inflacionit dhe rritjen më të ngadaltë të kostove të financimit ndër vendet e rajonit. Sidoqoftë, ekonomia shqiptare ka qenë dhe mbetet një ekonomi me një nivel relativisht të lartë informaliteti. Ky fenomen ka pasojat e tij në shumë tregues ekonomik të vendit, përfshirë potencialisht edhe në kursin e këmbimit. Banka e Shqipërisë ka marrë vazhdimisht masa për reduktimin e informalitetit nëpërmjet përmirësimit vazhdueshëm të sistemeve të pagesave, nëpërmjet prezantimit të kërkesave rregullatore që mundsojnë dhënien e kredive vetëm kundrejt bilanceve të certifikuara fiskale bizneseve, si dhe nëpërmjet zbatimit të gjithë ndryshimeve të nevojshme mbi qyrse rregullatore, të cilat janë në fushën tonë të kompetencës në kuadrin
të planit masave për parandalimin e pastrimit parave dhe luftën ndaj terrorizmit. Megjithatë, adresimi plot i këtij problemi kërkon vëmendje të mëtejshme. Ndër të tjera, informaliteti duhet adresohet si përmes forcimit dhe koordinimit të punës të gjithë agjensive ligjzbatuese, ashtu dhe përmes reformave të mëtejshme strukturore në mbështetje të formalizimit të ekonomisë. Së dyti, transmetimi i vendimeve të politikës monetare në tregjet financiare ishte i kënaqshëm. Rritja e normës bazë solli një rritje të përgjithshme të nivelit të normave të interesit, ndonse kushtet e përgjithshme të financimit në vend mbeten ende stimuluese. Në përgjigje të tyre, si dhe të përqasjes pozitive të bankave ndaj kreditimit, portofoli i kredisë për sektorin privat shënoi një rritje të shpejtë të qëndrueshme gjatë vitit 2023 rreth nivelit 10%. Rritja e kreditimit kishte gjithashtu disa tipare pozitive. Kredia e re kishte një bazë të gjerë sektoriale, ajo ishte përqendruar në monedhën tonë kombëtare, pati një orientim në rritje drejt financimit të investimeve, si dhe nuk dëmtoi cilësinë e përgjithshme të portofolit. Këto tipare sugjerojnë rritjen e qëndrueshme dhe të shëndetshme të kredisë edhe në të ardhmen. Së treti, normalizimi i qëndrimit politikës monetare mundsoi reduktimin e inflacionit pa dëmtuar trendin pozitiv të rritjes ekonomike. Kontributi pozitiv i politikës monetare u materializua nëpërmjet 3 kanaleve. Së pari, sinjalizimi i vullnetit dhe marrja e masave konkrete për respektimin e objektivit stabilitetit të çmimeve ndihmoi akorimin e pritjeve për inflacionin dhe reduktimin e pasigurive të agjentëve ekonomik. Së dyti, rritja e kujdesshme e kostove të inflacionit solli një ecurim më të balancuar të kërkesës dhe të ofertës në ekonomi, duke mundësuar frenimin e presioneve të brendshme inflacioniste. Së treti, normalizimi i qëndrimit politikës monetare ndihmoi në funksionimin e qetë të tregjeve financiare, duke të mbajtur të ulta primet e rrezikut në to. Fal këtij reagimi, inflacioni dhe pritjet për të qëndrojnë tashmë pranë objektivit ton prej 3%, ndërkohë që efektet e raundit të dytë mbeten ende nën kontroll dhe parashikimet për të ardhmen janë pozitive. Megjithatë, presionet e brendshme inflacioniste shfaqen ende relativisht të larta, ndërsa pasiguritë për të ardhmen ende janë të shumta. Në këto rrethana, vendimet tona të politikës monetare për të ardhmen do të orientohen nga të dhënat e reja. Ato do të jenë gjithnjë konsistente me objektivin ton stabilitetit të çmimeve, duke faktorizuar në vazhdimsi si balancën e përgjithshme të stabilitetit të çmimeve, ashtu dhe faktorët që ndikojnë në të dhe në veçanti kahun e politikës fiskale dhe ecurin e kursit të këmbimit. Së dyti, mbikëqyrja bankare dhe stabiliteti financiar. Rritja e normave të interesit dhe e pasigurive gjatë 2 viteve të fundit, si në ambientin vendas dhe në ato të huaj, kanë krijuar një ambient sfidues për ushtrimin e aktivitetit sektorit bankar dhe për vetë stabilitetin financiar. Megjithatë, sektori bankar shqiptar i është përgjigjur pozitivisht kësaj sfide, ndërsa stabiliteti financiar i vendit paraqitet i konsoliduar. Sektori bankar shqiptar e mbylli vitin 2023 me një rezultat financiar pozitiv, me një nivel të lartë të treguesve të likuiditetit e të kapitalizimit të vërmëtarisë, si dhe me një përmirësim të mëtejshëm të cilësisë së kredisë. Analizat tona periodike tregojnë se rreziqet sistemike të sistemit bankar mbeten të kontrolluara. Rezistenca, qëndrueshmëria dhe fleksibiliteti i sistemit financiar përkundrejt sfidave të vazhdueshme reflekton një mbikëqyrje të kujdesshme dhe eficiente, si dhe është rezultati i reformave strukturore të tregut financiar të ndërmarra ndër vite nga Banka e Shqipërisë. Në veçanti, investimi i vazhduar që kemi bërë në vite ka forcuar rezistencën e sektorit bankar ndaj goditjeve dhe i ka mundësuar atij të vijojë të plotësojë kërkesat për fonde të ekonomisë. Edhe gjatë vitit 2023, ne kemi vijuar punën për mbikëqyrjen dhe rregullimin e kujdesshëm sektorit bankar, për zhvillimin e tregjeve financiare dhe sistemeve të pagesave, si dhe për forcimin e rrjeteve të sigurisë në sistemin financiar. Sektori financiar shqiptar shënoi 2 arritje të rëndësishme gjatë vitit të shkuar. Së pari, dalja e Shqipërisë nga lista e jurisdiksioneve nën monitorim të shtuar të grupit posaçëm veprimit financiar, FATF, sa i takon zhvillimit të infrastrukturës për parandalimin e pastrimit parave dhe luftën ndaj terrorizmit, e njohur ndryshe si lista gri, përbën pikën kulmore të reformave të ndërmarra për përmbushjen e kritereve të nevojshme nga institucionet vendase, përfshi dhe Bankën e Shqipërisë. Dalja nga lista gri e FATF-s është një arritje e rëndësishme për vendin, ekonominë dhe reputacionin e Shqipërisë,
pasi ajo përbën një votbesim nga komuniteti ndërkombëtar për përkushtimin e vendit në luftën kundër pastrimit parave dhe financimit të terrorizmit. Së dyti, me daljen nga lista gri, ne kemi nisur procedurat për marrjen e statusit të ekuivalencës së kuadrit ton mbikëqyrës rregullator me standardet e Bashkimit Evropian. Vlerësimet tona paraprake sugjerojnë se një nivel i lartë konvergjent, se ka edhe ekziston një nivel i lartë konvergjencë i Bankës së Shqipërisë me këto standarde. Për këtë arsye, ne kemi paraqitur kërkesën zyrtare pranë Autoritetit Bankar Evropian EBA dhe jemi në pritje të fillimit të diskutimeve mbi procesin e vlerësimit të ekuivalencës të Shqipërisë. Marrja e këtij statusi pritet ndikojë drejt për drejt në rritjen e nivelit kreditimit nga ana e bankave europiane që operojnë në Shqipëri. Paralelisht me këto zhvillime, ne kemi vijuar punën për forcimin e mëtejshëm të rregullimit të mbikëqyrjes bankare, si dhe të konsolidimit të planeve për ndërhyrjen e jashtëzakonshme. Më poshtë do të rrezikoj disa nga prioritetet e punës Bankës së Shqipërisë në këtë drejtim. Së pari, Banka e Shqipërisë ka përmirësuar kuadrin e saj mbikëqyrës rregullator me synim për afrimin e tij me AQS të BE-s dhe parimet e Komitetit Bazelit. Rishikimi rregulloreve ka synuar forcimin e standardeve të kapitalizimit të sistemit bankar dhe forcimin e mbikëqyrjes, rregullimit të veprimtarisë e të sistemeve të raportimit për institucionet e pagesave dhe për institucionet e paras elektronike. Së dyti, me miratimin nga Kuvendi i Shqipërisë të ligjit për llogarinë e pagesave me shërbime bazike, të hartuar nga Banka e Shqipërisë me asistencën e Bankës Botërore dhe të rregullores së Bankës së Shqipërisë për krahasueshmërinë e tarifave të lidhura me llogarinë e pagesave dhe për shërbimin e transferimit të llogarisë të pagesave, u përfundua transpozimi i direktivës 2014/92 të Bashkimit Evropian në kuadrin ligjor rregullator të Bankës së Shqipërisë. Transpozimi i kësaj direktive shënon plotësimin e detyrimeve në kuadër të planit kombëtar për integrimin evropian 2022-2024. Ligji për llogarinë e pagesave me shërbime bazike i afron konsumatorit mundësinë për të pasur akses në shërbime të bazë bankare nëpërmjet llogarisë pagesave me shërbime bazike, duke mos diskriminuar konsumatorët nisur nga statusi i punësimit apo gjendja financiare. Së treti, Banka e Shqipërisë hartoi draftin e dokumentit mbi raportimin financiar të sektorit bankar, i cili është hapi i parë i zbatimit të standardeve ndërkombëtare të raportimit financiar dhe të kontabilitetit. Përmbajtja e dokumentit bazohet në standardet e përcaktuara nga Autoriteti Bankar Evropian EBA. Dokumenti final i shpërndarë tek bankat e nivelit të dytë ka shërbyer si piknisje e dialogut mbi sfidat dhe detyrimet përkatëse që lindin për vendin e tij në zbatim. Së katërti, Banka e Shqipërisë ka zhvilluar dhe miratuar strategjinë e gjelbër afatmesme 2023-2025 për administrimin dhe mbikëqyrjen e rrezikeve financiare të lidhura me klimën në sektorin financiar në bashkëpunim me Bankën Botërore. Strategjia përcakton një plan të detajuar veprimi, bazuar mbi praktikat më të mira ndërkombëtare dhe në përputhje me planin e veprimit të Komisionit të Bashkimit Evropian. Kjo strategji përfshin të gjitha aspektet dhe politikat e Bankës së Shqipërisë, duke kontribuar në mënyrë të drejtë për drejtë në menaxhimin efektiv të rrezikeve klimatike në sektorin financiar. Së pesti, Banka e Shqipërisë vijoi të monitorojë në mënyrë rigoroze sektorin bankar nëpërmjet inspektimeve në vend dhe analizave në distancë. Fokusi i ekzaminimeve ka qenë monitorimi i plotë i kërkesave rregullatore për kapital, vlerësimi i sistemeve të kulturës e të qeverisjes, vlerësimi i administrimit të rrezikeve të kredisë dhe të tregut, të rrezikeve operacionale, teknologjisë informacionit, të likuiditetit, si dhe vlerësimi i transparencës me klientët. Këto monitorime sugjerojnë se institucionet financiare në Autoritetin Rregullator të Mbikëqyrjes Bankës së Shqipërisë ndjekin një qasje të kujdesshme në administrimin e rrezikeve, kanë kulturë qëndrueshme administrimi dhe janë përgjithsisht përputhje me kuadrin rregullator. Së fundi, Banka e Shqipërisë ka vijuar fuqizimin e aftësisë për ndërhyrje të jashtëzakonshme. Në cilësinë e autoritetit të ndërhyrjes së jashtëzakonshme, ne kemi përfunduar dhe komunikuar planet e ndërhyrjes së jashtëzakonshme me të gjitha bankat, duke përfshirë strategjinë për ndërhyrje sipas specifikave të tyre, kërkesat minimale për mjetet financiare të nevojshme për përthithjen e humbjeve dhe për rikapitalizim, si dhe kërkesat për rritjen e aftësisë për ndërhyrje të jashtëzakonshme. Bankat kanë përparuar në drejtim të qeverisjes, rritjes së kapaciteteve, aftësive për përthithjen e humbjeve dhe rikapitalizimin e tyre, si dhe për sigurimin e vazhdimësisë operacionale dhe ruajtjen e aksesit në treg. Krahas rolit të saj primar,
në ruajtjen e stabilitetit monetar dhe financiar të vendit, Banka e Shqipërisë kryen dhe një sër veprimtarish të tjera me rëndësi thelbësore për nxitjen e zhvillimit dhe rritjen e mirëqenies së shoqërisë, disa prej cilave do t'i përmend shkurtimisht më poshtë. Aktivitetet e tjera. Banka e Shqipërisë siguroi funksionimin normal të sistemeve të pagesave nëpërmjet operimit dhe administrimit të 3 infrastrukturave kryesore për procesimin e pagesave ndërbankare dhe një infrastrukture për shlyerjen e titujve. Të gjitha sistemet kanë ofruar disponueshmëri maksimale. Sistemi më i ri i shlyerjes pagesave në euro brenda vitit përjetoi një rritje të mëtejshme të përdorimit gjatë vitit 2023. Përjedhoi vetëm gjatë vitit 2023, konsumatorët dhe bizneset shqiptare vlerësohet të kenë kursyer rreth 37 milion euro në komisione prej përdorimit të këtij sistemi. Zhvillimi i infrastrukturës së shërbimeve të pagesave ka mbështetur zgjerimin e përdorimit të instrumenteve të pagesave elektronike dhe përfshirjen financiare të popullsisë. Të dhënat tona tregojnë një rritje prej 25.5% të pagesave me karta, të pagesave me para elektronike dhe të pagesave home banking. Përdorimi i pagesave elektronike arriti në nivelin e 21 pagesa për frym në vit, nga 10 pagesa që kishte objektivi viti 2023 në strategjinë kombëtare të pagesave me vlerë të vogël. Banka e Shqipërisë ka punuar në mënyrë intensive për të siguruar që sistemet e pagesave të jenë sigurta, eficiente dhe disponueshme. Gjatë vitit 2023 nisëm punën për anëtarësimin e Shqipërisë në tregun unik të pagesave në euro SEPA si pjesë integrale e planit të rritjes për vendet e Ballkanit Perëndimor të hartuar nga Komisioni Evropian. Ky anëtarësim është një mundësi për të integruar platformat tona të pagesave dhe të tregtisë elektronike me tregun evropian dhe mundëson zbatimin e parimit të tarifave të barabarta, si për pagesat kombëtare, ashtu dhe për ato ndërkufitare në mënyrë elektronike në euro. Vlerësimet paraprake mbi kriteret e pajtueshmërisë me legjislacionin e Bashkimit Evropian, të kryera me asistencën e Bankës Botërore, kanë treguar se Shqipëria është më e avancuar në rajonin e Ballkanit Perëndimor për parafrimin e legjislacionit për qenë anëtare e SEPA-s. Procesi i aplikimit po udhëhiqet nga Banka e Shqipërisë, por ai reflekton kontributin e disa autoriteteve publike. Po ashtu kemi ndërmarrë hapa të rëndësishëm për implementimin e infrastrukturave të reja të pagesave, siç është ajo për pagesat e shpejta instant payment. Kjo infrastrukturë mundson shlyerjen elektronike të pagesave me vlerë të vogël në mënyrë të sigurt, në çdo moment të ditës dhe në një kohë pothuajse të menjëhershme. Banka e Shqipërisë po mbështetet aktivisht nga Banka e Italisë për zhvillimin dhe implementimin e një sistemi të tillë sipas modelit të sistemit pagesave të shpejta TIPS në Eurozonë. Eventualisht kjo zgjidhje lehtëson integrimin e sistemeve tona të pagesave me ato të BE-s në të ardhmen. Paralelisht me nxitjen dhe sigurimin e mbarvajtjes pagesave elektronike, ne kemi akomoduar edhe kërkesën për kërkesën e ekonomisë për para fizike. Pas përfundimit të emetimit serisë së re të kartmonedhave në vitin 2022, gjatë vitit 2023 ne kemi plotësuar të gjitha kërkesat e ekonomisë shqiptare për para fizike, si në vlerë edhe në strukturë. Gjithashtu Banka e Shqipërisë ka përmbushur detyrimet institucionale që rrjedhin nga marrëveshja e stabilizim asociimit, raportet e progresit Komisionit Evropian, nën komitetet e përbashkëta BE Shqipëri dhe planin kombëtar për integrimin evropian. Me hapjen e negociatave, Banka e Shqipërisë ka kontribuar aktivisht në takimet bilaterale screening për çdo kapitull të akujs midis delegacioneve shqiptare dhe përfaqësuesve të Komisionit Evropian. Gjithashtu kemi vazhduar të drejtojmë hartimin e kapitujve 4 dhe 17, përkatësisht për lëvizjen e lirë të kapitalit dhe politikën ekonomike dhe monetare. Ne kemi administruar me përgjegjësi rezervën valutore duke respektuar objektivat kryesorë të likuiditetit dhe të sigurisë. Niveli i rezervave valutore është në përputhje me kriteret tona të mjaftueshmërisë dhe praktikat më të mira ndërkombëtare. Po ashtu kthimi i rezervës nga administrimi i kësaj rezerve ka rezultuar pozitiv si pasojë e rritjes së normave të interesit në tregun ndërkombëtar gjatë vitit 2023. Në të njëjtën kohë, marrëdhëniet tona me publikun dhe me grupet e interesit janë orientuar nga parimet e transparencës dhe të llogaridhënies, duke mbajtur gjithnjë kanale të hapura komunikimi. Kjo përqasje ndihmon në rritjen e efektivitetit politikave të ndjekura nga Banka e Shqipërisë. Megjithatë, ajo ka si parakusht një shkallë të kënaqshme të edukimit financiar të publikut. Për ta përmirësuar edhe më tej edukimin financiar të publikut, ne hartuam këtë vit strategjinë e Bankës së Shqipërisë për edukimin dhe përfshirjen financiare, dokumenti i parë institucional që promovon edukimin financiar. Disa nga objektivat kryesore të kësaj strategjie janë mirë administrimi i financave personale dhe huamarrja e shëndetshme, planifikimi dhe kursimi për të ardhmen, si dhe mbrojtja e konsumatorit.
Banka e Shqipërisë ka filluar tashmë punën për zbatimin e kësaj strategjie. Së fundi, përmirësimet të dukshme janë bërë në drejtim të përmirësimit qeverisjes së institucionit nëpërmjet përditësimit sistemeve për administrimin e rrezikut dhe sistemeve të infrastrukturës të teknologjisë së informacionit. Duke marrë shkas nga sulmet e shpeshta kibernetike, të cilat kanë targetuar institucionet publike e private shqiptare, ne i kushtuam një vëmendje të veçantë forcimit të sistemeve të sigurisë kibernetike për vijshmërinë e veprimtarisë së përditshme të Bankës së Shqipërisë dhe për funksionimin e sistemit bankar dhe financiar në vend. Në këtë kontekst shtuam masat mbrojtëse dhe ato të monitorimit teknike dhe procedurale në bashkëpunim dhe me institucionet kombëtare dhe në funksion të qëndrueshmërisë ndaj sulmeve të mundshme kibernetike. Nderuar zonja e zotëri deputet, lejoni t'ju siguroj se raporti vjetor që keni në duar është një pasqyrë besnike opinionit ton mbi ecurinë e ekonomisë dhe sistemit bankar shqiptar, e punës dhe rezultateve të Bankës Shqipërisë gjatë vitit në drejtim të përmbushjes së objektivave ligjore dhe të angazhimeve tona institucionale, si dhe rezultatit ton financiar. Po ashtu më lejoni të ritheksoj edhe një herë angazhimin dhe përkushtimin e Bankës Shqipërisë për respektimin e të gjithë detyrave tona ligjore dhe angazhimeve institucionale. Ky angazhim dokumentohet edhe në strategjinë afatmesme të Bankës së Shqipërisë, një përmbledhje së cilës është pjesë integrale e raportit vjetor që ju keni. Ju falenderoj shumë për vëmendjen.